Ka histori që nuk janë treguar kurrë, jo sepse nuk ekzistojnë, por sepse janë shumë të vështira për t'u thënë. Këtu askush nuk gjykohet. Këtu e vërteta flet, edhe kur është anonime. Rrëfime jete, përballë frikës, përballë së shkuarës, përballë vetes. Çdo të mërkur, ora 20, përballë në ITV. Përshëndetje të gjithëve. Sonte do të jemi në një tjetër rrëfim këtu në përballë. Fillimisht dua t'ju falenderoj për të gjithë suportin, mbështetjen tuaj për ITV dhe ATV Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sonte kam përballë një njeri që për disa minuta u shpall i vdekur klinikisht. Sot është këtu për të treguar historinë e tij. Faleminderit që je këtu. Faleminderit gjithashtu. Si po ndihesh në këtë moment? Të jemi sinqert, jam i trazuar. Nuk është frikë klasike, nuk është panik, por është ajo ndjesia e rëndë që kur ndjen, kur e di që do hapësh një pjesë shumë të thellë të vetes, diçka që kem pajtur të mbyllur për vite. Kam folur për këtë me familjen time në mënyrë të coptëzuar, por kur kështu, me radhë, me fjalë të plota, pa u fshehur. Edhe tani që jam ulur këtu, një pjesë e mendjes time po pyet veten, çfarë do dalë nga goja ime, sepse disa kujtime nuk i kontrollon dot, ato dalin vet. Para se të ndodhte ajo që do të na tregosh, kush ishe ti? Si ishte jeta jote? Para asaj që ndodhi, isha një njeri shumë normal. Zgjohesha në mëngjes, shkoja në punë, kthehesha i lodhur. Shpesh nervoz dhe mendoja që kjo ishte jeta. Ankohesha për gjëra të vogla, për stresin, për paratë, për lodhjen. Më dukej sikur jeta po më trajtonte padrejtësisht, ndërkohë që sot, kur shoh pas, kujtoj sa shumë gjëra kisha që nuk i vlerësoja. Nuk ndalesha kurrë të mendoja sot jam mirë. Gjithmonë vrapoja për nesër, për një ditë tjetër, për një moment që mendoja se do ishte më i mirë. A e shijoje jetën? E shikoj që je shumë i emocionuar. Shumë e vërtet. Sepse është një histori shumë prekse që ka ndodhur në jetën time dhe ndihem shumë emocional në këtë momente që po e tregoj. Të më falësh nëse por janë emocionet e momentit. A e shijoje jetën? Jo, nuk e shijoja jetën. Dhe kjo është një nga gjërat që më dhe më shumë sot, sepse mendoja që ajo gjëja e përditshme, ajo lodhja, ajo ankesa e përditshme ishte normale. Nuk e dija që ekziston mundësia reale që një ditë të zgjohesh dhe të mos jesh më fare këtu. Nuk e kuptoja sa e bëjshësh gjithçka. Na ço pak tek dita kur gjithçka ndryshoi në jetën tënde. Çfarë ndodhi? Ishte një ditë krejtësisht e zakonshme. Nuk kishte asnjë shenjë të madhe, asnjë paralajmërim dramatik. Mbaj mend që isha pak i mërzitur për diçka shumë të vogël. Diçka që sot nuk e mbaj mend dhe pastaj ndodhi një moment, një sekond, një goditje e papritur dhe gjithçka u ndërprer. Ishte sikur dikush më kishte shkëputur menjëherë nga gjithçka. Mund të flasim për mendimet. Asnjë mendim, asnjë ndjesi? Të them të drejtën, nuk kishte mendime, nuk kishte ndjesi, nuk kishte frikë, nuk kishte dhimbje. Ishte një mungesë totale. Dhe kjo është pjesa që më trem kur e mendoj më vonë, sepse ishte boshllëk i plot. Mjekët thonë që zemra jote ndaloi për disa minuta. Çfarë përjetove gjatë asaj kohe? Nuk di si ta shpjegoj, pa u dukur sikur po thrilloj diçka. Nuk pash skena, nuk pash kujtime që kalonin para syve. Ishte një ndjesi shumë e thellë qetësie. Sikur gjithë pesha që mbaja mbi vete ishte zhdukur, nuk kishte zhurmë, nuk kishte mendime, nuk kishte stres. Ishte sikur për herë të parë pas shumë kohësh, trupi dhe mendja ime plotësisht pushuan. Stopim total. Dhe nuk ishe frikë? Jo, madje nuk kisha frikë fare. Dhe kjo është pjesa që më trondit më shumë dhe më sot. Sepse në teori duhet të kesh frikë.
por nuk kishte frikë, kishte vetëm qetësi dhe e vërteta është që në atë moment nuk doja të kthehesha. Të flasim pak për momentin kur u riktheve në jetë. Kur u riktheva, ishte shumë e fortë. Ishte edhe dhimbshme, ishte të hidhnin papritur në një realitet shumë të rëndë. Aherë më duket sikur nuk më hynte dot. Dëgjoja zëra rreth meje, ndjeja duar që më shtrëngonin. Dhe mendimi i parë që më erdhi ishte pse? Pse u ktheva? Dhe ky mendim më ka ndjekur për një kohë shumë të gjatë. Si ishin ditët e para në spital? Ditët e para në spital ishin shumë të çuditshme. Njerëzit vinin, më shikonin me lot në sy, disa buzëqeshnin nga lehtësimi, por unë ndjesha i huaj në trupin tim. Ishte sikur trupi ishte kthyer, por mendja ime ishte ende diku tjetër. Nuk gjeja dot fjalë për ta shpjeguar si ndjesha. A flisje me dikë për këtë, për gjithë emocionet e tua, për gjithë çka ndodhi? Jo. Me asnjëri nuk flisja për këtë. Madje unë vazhdoja të heshtja, sepse kur provoja të hapesha, njerëzit më thonin, rëndësi ka që e gjallë, dhe sigurisht është më e rëndësishme. Por askush nuk pyeste si ndjesha unë brenda, si ishte ajo përvoja për mua, askujt nuk I interesonte. Çfarë ndodhi kur u ktheve në shtëpi? Kur ktheva në shtëpi, filloi pjesa më e vështirë. Net pa gjumë, zgjohesha I mbuluar me djersë. Më duket sikur nuk merreja dot frymë. Kisha frikë pa arsye konkrete. Dhe mbi të gjitha, ndjesha fajtor që isha gjallë. Pse fajtor? Sepse ka njerëz që nuk u kthyen dhe unë u ktheva. Nuk e dija pse dhe kjo më rëndonte shumë psikologjikt. Si ndryshove si njeri? Çfarë të bëri? Çfarë ndryshoi tek ti? Ndryshova shumë si njeri, nuk kisha më energji për false, nuk kisha më durim për gënjeshtra apo role që nuk ishin të vërteta. Fillova të largohem nga njerëz që më lodhnin, jo nga urrejtja, por sepse nuk kisha forcë emocionale, por gjëra që nuk kishin kuptim. Fillova të vlerësoj gjëra shumë të vogla, një kafe në qetësi, një bisedë e qetë, një zë I njohur. Këto pak a shumë ishin gjëra që kur nuk I kisha vlerësuar kaq shumë sa që po I vlerësoj në këtë moment. Thuhet që njerëzit nuk I vlerësojnë të mirat që kanë deri në momentin që pësojnë një disfat në jetën e tyre. Dhe pak a shumë kjo ndodhi edhe me ty pas gjithë kësaj trazire të madhe, pas gjithë këtij problemi të madh shëndetësor që ti kalove, të bëri një njeri të vlerësosh çdo gjë në jetën tënde dhe gjërat më bazike, gjërat më të vogla. Ndryshoi gjithçka tek ty. Kur e kuptove që kjo përvojë të kishte ndryshuar përgjithmonë? Po, kjo gjë është shumë e vërtet. E kuptova një mëngjes, shikoja dritën që hynte nga dritarja dhe mendova. Këtë moment mund të mos isha parë kurrë, dhe në atë moment diçka brenda meje u kthye. Por në një mënyrë të mirë, sigur u hap një pjesë e re e jetës time. Çfarë mesazhi do t'i jepje sot për gjithë këtë përvojë të jetës tënde? Mesazhi im është I thjeshtë, dhe këtë po ju përcjell gjithë njerëzve që po e shohin në këtë moment. Mos e shtyni jetën për më vonë, mos e lini për nesër. Mos prisni momente perfekte ose shenja, sepse jeta nuk paralajmëron gjithmonë. Dhe ndonjëherë ndryshon gjithçka në një sekondë. Mundoni ta vlerësoni jetën ashtu siç e keni dhe me gjërat që keni. Mundoni që ta jetoni sa më shumë, kënaquni, bëni qejf sepse sot jeni dhe nesër nuk jeni. Ky ishte mesazhi im për sot. Kaq kisha. Nuk kam më fjalë. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë, për këtë rrëfim të jetës tënde. Ti na përcolle një mesazh shumë të thjeshtë, por shumë domethënës për jetën. Të duam dhe të vlerësojmë ata që kemi pranë, të duam dhe të vlerësojmë çdo gjë në jetën tonë, sepse nuk jemi të përhershëm. Gjithçka mund të ndryshojë. Të nderuar miq, kjo ishte edhe puntata në ITV. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi në puntatat e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.